Hoxhën, pastaj me një tjetër promovim të një libri sërish me muzikën, të përkthyer nga Xhamil Xhurezi, gjithashtu me një leksion të Alfred Bualotit për një festivalin e Putrindit e kështu me radhë. Kësot është rasti të theksoj shumë shkurt faktin se ne po përpiqemi jo vetëm të mulojmë problematikat e historisë artit në territorin e Republikës Shqipërisë, po siç vetë edhe në botën shqiptare, pra edhe përtej. Pra duke përfshi Kosovën edhe Maqedoninë, edhe për faktin se Akademia e Kosovës nuk ka një strukturë që merret me historinë e artit. Pra, është shumë më avancuar se ne në emërtes, pra quhet Akademia e Shkencave dhe Arteve, ne jena vetëm shkencave, por de facto ne po marrim edhe me artet edhe po përpiqemi të mulojmë edhe territorin gjithë territorin e botës shqiptare edhe diasporën, gjithashtu do ta kemi në fokus. Bashkë me doktoresh Elizabetën në panel është edhe profesor Valton Beqiri, i cili do të do të moderoj takimin. Ju uroj gjithëve një prezencë të këndshme dhe të frutshme. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar akademik, të nderuar ambasador Durmishi, të nderuar kolegë, muzicientë, pjesëmarrës, duke falenderuar për ftesën dhe për pjesëmarrje, më lejoni që në fillim të them disa fjalë për autorin, profesoreshën universitare, pedagogën e muzikës dhe pianistën Dr. Elizabeth Çari. Studimet doktorale ka mbaruar në Manastir të Maqedonisë Veriore dhe mban titullin doktor shkence në fushën e edukimit të talentëve dhe dhuntive, me specializim në fushën e talentit muzikor. Studimet master i ka mbaruar në Fakultetin e Arteve të Universitetit Sveti Kirill e Metodi në Shkup të Maqedonisë Veriore, ku ka fituar titullin master i shkencave muzikore. Ndërsa studimet themelore në Fakultetin e Arteve të Universitetit të Prishtinës, ku ka fituar titullin pianiste e diplomuar. Ka marrë pjesë në konferenca të ndryshme ndërkombëtare me ulëmtime nga fusha e artit dhe shkencës muzikore dhe ka të publikuara punime në revista shkencore ndërkombëtare. Në fushën artistike njihet me aktivitetin e saj si pianiste, soliste apo edhe bashkëpunëtore me formacione kamertale, me krijimtari muzikore si orkestruese dhe si kantautore, pasi që për disa vite ka qenë edhe studiuse e studente kompozimit. Si mësimdhënëse ka punuar aktivisht nga viti 1993, fillimisht në shkollën e muzikës Frenk Jakova në Prishtinë, ku ka drejtuar edhe shkollën si drejtoresh për 2 mandate, pastaj për të vazhduar edhe si legjëruese në Universitetin e Prishtinës dhe Universitetin Ukshin-Hotit në Prizren. Së fundmi në Kolegjin AB, në Fakultetin e Arteve dhe Fakultetin e Shkencave Sociale, ligjeron ende dhe po ashtu ka qenë dekane dhe prodekane e këtyre institucione. Ka qenë antare komisioneve e bordeve të ndryshme të institucioneve kulturore e arsimore të Kosovës, antare e Këshillit Artistik të Filharmonisë, antare e Këshillit Artistik të Baletit të Kosovës, në strategjive të ndryshme për kulturë, arsim e diasporë në fokus në fushën e arsimit dhe kulturës, si dhe trajnere për mësimdhënës të muzikës e licencuar nga Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës. Po ashtu nga vitet 90, profesoresha Çari ka qenë edhe aktive me shkrim në shtypin aktual, në Konditore, në Bujkun atërshëm, duke trajtuar aspektet të artit dhe të kulturës, po ashtu edhe të aspektin e mësimdhënies. Unë njoh edhe si kolege, si solfegjiste dalluar, si kompozitore, si një multitalente, mund të them, prandaj e përgëzoj për këtë botim, edhe në fushën e shkencës dhe më lejoni që fillimisht të them disa fjalë rreth këtij botimi. Tash sa vite në përmasa globale është evidentuar situata kritike në të cilën gjendet sistemi arsimor dhe problemet me të cilat ballafaqohet ai. Për dallim nga vendet e zhvilluara, Kosova qëndron prapa me studime dhe hulumtime të mjaftueshme për këtë çështje. E shumë më të rralla janë hulumtimet dhe votimet që prekin fushën e edukimit muzikor.
Në këtë kontekst, libri Kompetencat e mësimdhënësve për identifikimin dhe zhvillimin e talentit në muzikë fiton rëndësinë e merituar jo vetëm me aspektin identifikues të problemit të përgjithshëm, por edhe me thellimin në kompleksitetin dhe rolin vendimtar të mësimdhënësit kompetent në fushën e artit muzikor. Me qenë se thashtë më herët profesoresha Elizabeth ka qenë shumë shpesh dhe aktive edhe si mësimdhënëse, ndoshta është më mirë që ajo me disa fjalë të vazhdoj të elaboroj edhe punën dhe librin. Faleminderit profesor Valton për rezumen dhe recension të cilën sigurisht edhe në vijim do ta shpalosni. Të nderuar të pranishëm, i nderuar zëvendës kryetari i Akademisë së Shkencave, profesor Vasil Tole, të nderuar akademik, profesor Çapaliku, faleminderit për pjesën hyrëse që bët. I nderuar ambasador i Republikës së Kosovës, kënaqësi e madhe që ju kemi këtu, punonjës të institucionit të Qendrës për Studime të Artit dhe të instituteve përkatëse brenda akademisë. Unë fillimisht dua t'ju falenderoj për prezencën tuaj. Sigurisht ajo që duhet thënë në fillim është se koha sot është gjë më e shtrenjtë që po konsumojmë edhe duket sikur kur dikush ndan këtë kohë për ne, mirënjohja dhe falënderimi duhet jetë gjithmonë e dyfisht. Aq më tepër për faktin që jemi në një përurim libri, pra le themi në një moment terminal besoj për çdo autor, për çdo krijues, për çdo studiues i cili në fundit përmbyll një cikël studimor, një cikël punimi dhe unë besoj që ka rëndësinë e tij, pra është një momentum i rëndësishëm, por aq më tepër edhe për faktin unë nuk mund mos e them që është edhe një moment emocional për mua, në kuptimin që pak më parë derisa po vija këtu në ambientet e Akademisë së Shkencave, pata kështu një rikthim në memorie shumë vite më parë kur kam qenë edhe fëmijë dhe adoleshente, si më thanë, dhe libri shqip për ne ishte i ndaluar, por ne e mbanim pranë, arti, kultura, autor shqiptar, shkrimtar shqiptar ishin të ndaluar, por i mbanim pranë, bënin që mos rrezikonin shpesh herë dhe jetët tona, por duket sikur të gjitha këto bashkë kanë qenë ai indi kryesor që na kanë mbajt bashkë, gjuhën tonë, kulturën tonë, artin tonë, dhe thënë kjo sot nga kjo perspektivë që jemi këtu është gjithmonë shumë emocionuese, por gjithsesi po i rikthehemi asaj për çfarë edhe jemi sot këtu. Si që thave profesor Valtoni, sigurisht që përvoja edhe profesionale, pedagogjike, por edhe në fushën e artit dhe kulturës në gjitha sferat në përgjithësi, është një eksperiencë e cila detyron besoj çdo individ në mënyrë të natyrshme ose jo që në një moment të tij të gjithë këtë përvojë ta shpalosë edhe brenda kuadrit të një libri, një teksti, në këtë rast që është akademik, universitar, por për mendimin tim një material i rëndësishëm i cili është të vërtet që ka munguar, sidomos për ne andej kufirit, por besoj edhe këtu, edhe në rajon përgjithësi ka një mungesë të studimeve në fushën e shkencës së muzikës, por eksaktësisht në fushën e pedagogjisë muzikore. Dhe në këtë kontekst vendosa që të trajtoj këtë material në mënyrë që t'u dalë në ndihmë ose eventualisht të krijoj edhe një fundament, si thua, të mirë, edhe për studiues tjerë, edhe për artistë të cilët natyrisht merren me këtë fushë, specifikisht për pedagog. Për të nisur së pari me titullin e librit, që është në fakt Kompetencat e mësimdhënësve për identifikimin dhe zhvillimin e talentit në muzikë, unë dua të them disa fjalë përse vendosa fillimisht. Unë kur ndodhem zakonisht në auditor, ajo çfarë bëj, do të thënë në përurim e libra, gjëja e parë që mendoj, po pse autori ka zgjedhur ta trajtojë këtë temë? A është e para, do të thonë, nevoja, domosdoshmëria për të trajtuar tema të tilla, apo është ai inercioni njerëzor ose profesional që çon individin, që çon një studiues ose edhe një krijues eventualisht të trajtojë një temë të caktuar? Në rastin tim duket sikur kanë qenë të dyja bashkë, nisur nga fakti që unë kisha nisur fillimisht të bëj një studim në një fushë krejtësisht tjetër, që është le themi shija muzikore si një kategori estetike që duket sikur tek ne ka qenë e influencuar edhe nga vitet e 90-ta, në kohën kur u dëbuam edhe nga institucionet e arsimit, kulturës, dhe pati, si thua, një lloj akulturimi muzikor, i cili për gjithë ne si profesionist, si studiues të muzikës, sigurisht që krijoi, si thua, një preokupim që në një mënyrë ose tjetër ne ta trajtojmë dhe të merremi me te. Sigurisht që ky lloj edukimi ndikon që në fëmirinë e hershme, thoshte edhe Aristoteli që
arti, domethënë përgjithsisht ka 4 funksionet e tij, pra ka aspektin edukues, aspektin njohës, aspektin argëtues, sigurisht që neve njohim shumë më shumë për shkak të mundësisë së shpërndarjes së tij dhe për shkak të aspekteve mediatike, dhe aspekt katarsis, sigurisht që është shumë e rëndësishme. Por të gjitha këto bashkë, sigurisht për mendimin tim ndalen kryesisht fokusohen tek edukimi. Në kuptimin që ne nuk mund të kemi një individ të edukuar mirë kulturalisht, por jo dhe vetëm nga pikpamja e muzikës, po qëse këtë edukim nuk e kemi nisur nga fëmiria e hershme. Pra, gjithçka nis aty, madje edhe nga familja, si një institucion, le të themi, social, ku edukimi nis në mënyrë sigurisht sporadike, jo sistematike siç është në shkollë, por nxizja ndodh aty. Pra, fëmijët, ingredientet e parë i marrin nga familja. Gjithsesi ne fokusohemi pastaj tek institucionet e arsimit, ku muzika bëhet në mënyrë sistematike, edukohet pra fëmia në mënyrë sistematike, sepse fokusi i ulumtimit ka qenë edhe kurikula. Pra ajo çfarë është bërë në kuadër të këtij ulumtimi është analizuar në detaj korniza kurikulare e Republikës së Kosovës. Gjithashtu edhe kornizat kurikulare në rajon përfshirë këtu edhe modele tjera bashkohore të cilat natyrisht janë relevante si materiale muzikore për t'i trajtuar në këtë studim. Prandaj, ajo çfarë do doja të them, unë po e nis me një prezantim ku kam shkëputur disa materiale që janë më evidente, më të rëndësishme për kitazi me temën, por gjithmonë duke nisur edhe nga fakti që po, edukimi muzikor dhe edukimi artistik nis që në fëmijërinë e hershme, dhe ne nuk mund të kemi domethënë aspekti i përjetimit muzikor. Kjo është komponent shumë e rëndësishme që neve zakonisht i dedikohemi aspektit njohës të muzikës, po shumë më pak, dhe këto e kam vënë re edhe gjatë ulumtimit pranë institucionet arsimore, që aspekti emocional, aspekti i përjetimit, i cili po ashtu duhet jetë një dimension i rëndësishëm dhe është i paraparë në kornizën kurikulare të Republikës së Kosovës. Këtu pastaj ka mangësi dhe ato janë evidentuar sigurisht edhe në bazë të ulumtimit dhe të dhënave të cilat do t'i shohim edhe në vijim. Pra ne nuk mund të kemi një individ të edukuar mirë artistikisht në qoftë se nuk është edukuar nga fëmiria, ai nuk mund brenda natës, arti nuk është autonom, dashuria për muzikën nuk është autonome, ne nuk mund të shohim një mëngjes dhe të themi shiko se unë muzikën simfonike do ta dua prej nesër. Ose njëjtë edhe me pikturën, ose me teatrin, nëse ne këtë dashuri nuk e kemi kultivuar nga fëmiria, ne nuk mund të krijojmë një raport edhe me pikturën. Tazëm nuk mund vendosim nuk besoj që piktura vendoset në mur për të zbukuruar murin, por për të krijuar një marrëdhënie me te, një marrëdhënie edhe emocionale, dhe kështu ndodhet edhe me muzikën, por edhe besoj me të gjitha gjinit tjera të artit. Sërish, me qenë se e thatë edhe më herët, çështën e titullit, ndoshta për mua mjaft intriguese ka qenë vetë termi kompetencë. Natyrisht e keni pasqyruar me dy elemente në atë të procesit të edukimit mësimdhënësve dhe performansës së tyre, por ndoshta kishte qenë mirë që këtë term Po, elaboroni nëse keni mundësi pak. Sigurisht është shumë e saktë dhe është e logjikshme që duhet të ndalemi tek fjalët kyçe të studimit që është në fakt kompetenca. Sigurisht shumë autorë të ndryshëm dhe besoj edhe literatura më bashkëkohore të cilën mund ta shihni më pas edhe që është e përfshirë në libër, janë trajtuar mendime të ndryshme të autorëve bashkëkohor për kitazi me kompetencën. Më saktë me kompetencën e muzikës, ai që ka qenë edhe fokusi i ulumtimit, dhe u do ndaj disa specifika disa autorëve që janë më të përbashkëta, sepse mendimet janë të ndryshme, por studime akoma ka, bëhen edhe në vijim, pra se çfarë më saktë përfshin termi kompetencë e muzikës, sepse aty përfshihet pastaj kreativiteti, dhuntia, talenti, që po ashtu janë aspekte shumë, si thua, të rëndësishme, por krijon edhe një konfuzion në përgjithësi. Atëherë aftësia për të kërkuar informacione muzikore të rëndësishme për arsimin, që është një dimension i rëndësishëm dhe do thoja fundamental, esencial, i cili nuk përbën diferencën edhe me profesione të tjera. Aftësia për të dhënë trajtim kritik artit, po kështu për të krijuar edhe një, si thua, një korelacion në raportin mësimdhënës-mësimdhënës, pra në kuptimin e kritikës së artit, për të inkurajuar komunikimin dhe bashkëpunimin reciprok në aktivitetet muzikore, dhe aftësia për të reflektuar, analizuar dhe përshtatur aktivitetet profesionale me qëllim të përmirësimit të performancës së mësimdhënësve dhe rrjedhimisht edhe të nxënësve, pra për të krijuar këtë proces reciprok të marrëdhënies mësimdhënës-nxënës. Sigurisht që ka dhe komponentë të tjerë që lidhen, si thua, me kulturën pedagogjike, e cila është po kështu e rëndësishme dhe
që gjatë studimit sigurisht janë evidentuar si thash probleme, mangësi, edhe nga rezultatet e parapara, do të thotë që neve kemi bërë me anë të që instrumentet kanë qenë pyetësorët, pra përmes pyetësorëve, që është komponenti aksiologjik që nënkupton pranimin e vlerave të punës pedagogjike, komponenti teknologjik që lehtëson zgjidhjen e detyrave të ndryshme pedagogjike, pra gjithmonë të parapara me kornizën kurikulare, me tekstet mësimore që parashihen, dhe komponenti heuristik që nënkupton vendosjen e qëllimeve, planifikimin, analizën dhe autokritikën. Pra kjo është një pjesë e rëndësishme e veprimtarisë pedagogjike, e cila në fakt ndodh zakonisht tek autorët ose tek mësimdhënësit të cilët nuk arrin të optimalizojnë performancën e tyre në edukim dhe më pas shfrytëzojnë intuitën e tyre, instinktin e tyre, por dhe aspektet tjera edhe kreativitetin sidomos, meqense se jemi gjithmonë tek artet dhe duhet thënë që në arte mësimi individual, mësimi është një nga llojet e mësimit që është shumë specifik. Ta zëm nëse në matematik kemi mësojmë 5 herë 5 bëjnë sa bëjnë, në muzikë nuk është ashtu, pra gjithmonë rezultatet janë të ndryshme. Prandaj edhe çësia individuale ndaj këtij procesi mësimor, procesi mësimdhënies dhe mësimdhënies, pra ndryshon në këtë raport. Gjithashtu, nocionet kyçe në ulumtim dhe në pyetësorët, pra si instrumenta dhe intervista që kemi përdorur, patjetër që ka qenë talenti, dhuntia, kur jemi tek termi dhunti, shpeshherë ne hasim në jetën e përditshme edhe si shkatësi muzikore, prandaj janë aspekte që duhet trajtuar. Dhe talenti, gjithashtu kemi bërë dhe kemi analizuar marrëdhënien në mes të këtyre elementeve. Pra cili është raporti mes tyre dhe kemi bërë përpjekje që ta evidentojmë dhe të ndalemi tek specifikat që një individ i talentuar manifeston tek kur paraqet talentin e tij. Duhet thënë që ka avantazhe dhe dezavantazhe, pra do të shohim që tek fëmijët e talentuar manifestohen edhe dimensione tjera, jo gjithmonë avantazhe. Për shembull, kreativiteti është aftësia për të menduar ndryshe, mundson zgjedhjen e zgjidhjes së re të një problemi dhe mundson krijimin e produkteve origjinale. Gjithashtu duhet thënë që është pjesë integrale e talentit. Pra ky është një përkufizim le të themi i saktë i thukut për sa i përket talentit, dhuntisë. Grupi i parë ku individi është në gjendje të arrijë rezultate jashtëzakonisht të larta, pra bëhet fjalë për individ të talentuar me një mbi mesatare, në një ose më shumë fusha të veprimtarisë njerëzore. Ndërkaq sa i përket talentit muzikor, aftësi muzikore, kreativiteti dhe motivi, i cili sot është një dimension shumë aktual, i cili po trajtohet shumë në kuptimin që në gjitha dimensionet që mund të ketë motivimi, sidomos tek gjeneratat e reja për arsye dhe faktor shumë të ndryshëm. Unë kam sjellë këtu edhe një citim të një autori Fieldman, i cili bën një përmbledhje të gjitha këtyre 3 komponenteve dhe marrëdhënies të këtyre me njëra tjetrën, që thotë se fëmijët talentuar dhe me dhunti janë ata që demonstrojnë arritje të larta për shkak të aftësive të tyre, të jashtëzakonshme, pra gjithmonë bëhet fjalë për fëmijë me koeficient të lartë mbi mesatare të inteligjencës, aftësi të përgjithshme intelektuale, aftësi specifike akademike, të menduarit krijues ose produktiv dhe të menduarit kritik, gjithashtu që është pjesë e këtij mendimi krijues, udhëhece dhe arteve tjera pamore ose të ngjajshme. Pra bëhet fjalë për të gjitha gjinit e artit. Gjithashtu, një grup karakteristikash tjera që kanë bëjnë me talentin dhe kreativitetin, unë kam shkëputur disa nga materiali im, sigurisht ka shumë, por do t'i përmendim disa nga ato, që kanë bëjnë me personalitetin e tyre. Gjithashtu pjesë e ulumtimit e anketave që kemi bërë në pyetësorët me mësimdhënësit, janë has problematika të tilla dhe mungesa në njohjen e aspektit personalitetit të fëmijëve, pra specifikave që këta nxënës shfaqen nëse janë të talentuar dhe një mësimdhënës kompetent ose jo arrin ose jo ti identifikoj. Çfarë është e rëndësishme të kuptojmë? Vetbesimi i lartë, imazhi pozitiv për veten e tyre, mungesa e ndjenjes së inferioritetit. Pra këto janë disa specifika që kanë bëjnë me këtë element. Gjithashtu, siguria emocionale është një komponent i rëndësishëm që ka të bëjë me pavarësinë e mendimit tek fëmijët e talentuar ose tek individët e talentuar në përgjithësi, mungesa e frikës nga dështimi dhe gatishmëria për të marrë rreziqe. Pra bëhet fjalë gjithmonë në fushën profesionale dhe karakteriale gjithmonë. Kurioziteti, gjithashtu interesimi, hapja ndaj të rejave dhe të ndryshme, pra prirja gjithmonë drejt diversitetit është e madhe, njohja dhe përdorimi i teknikave të menduarit divergjent. Bazë gjerë dhe thelluar e njohurive specifike, si dhe transferimi i teknikave të ndryshme në një problem real në bazë njohurish specifike. Këtu mund të shihni, nëse mundemi profesor Vallton ta përcjellim, po, do të thënë
Kemi një metodë psikometrike, cila zakonisht është një shpërndarje e zhvillimit intelektual tek fëmijët e talentuar, e cila thotë që zakonisht IQ-ja ose koeficienti i inteligjencës tek fëmijët e talentuar është mbi 130. Pra, për të identifikuar këto rezultate, sigurisht përdoret një metodë që quhet metodë psikometrike, që është një kriter statistikor për të identifikuar fëmijët e talentuar. Natyrisht, përtej këtyre specifikave që u thanë më herët. 146, pra fëmijët e talentuar supozohet të jenë 1%, 130 deri në 145, 2%, 115 deri në 129 fëmijë mbi mesatare të talentuar, që përbën 13% të numrit të përgjithshëm, 85 deri në 114 mesatarisht dhe 70 deri në 84 janë nën mesatare, pra 13% dhe vijon pastaj statistika dhe shpërndarja e këtij koeficienti në një rezultat më të ulët, i cili është le të themi më pak relevant për kitazi me temën që po diskutojmë. Po përcjelli. Gjithashtu, faleminderit. Gjithashtu, do doja të ndaj këto karakteristika në 5 fusha, sepse duhet evidentuar dhe specifika të tjera për të cilat ne kemi hasur ose studimi im ka hasur në problematika për cilët mësimdhënësit pothuajse ka qenë fare të papërgatitur në këtë pjesë, karakteristikat mendore ose kognitive të talentuara dhe elementet ose specifikat që shpërfaqen në këtë drejtim, karakteristikat emocionale, përkatësisht afektive të talentuarve, fizike, intuitive dhe sociale. Pra të gjitha këto janë elemente që përfshihen tek fëmijët e talentuar, tek fëmijët me talent mbi mesatare. Kur jemi tek karakteristikat e të menduarit ose të mendimit, domethënë, unë dua të specifikoj disa vështirësi që kanë zakonisht, sepse jemi gjithmonë ka një prirje, si thua, në fushën e arsimit që të identifikojmë talentet, pra vetë edhe kurikula jonë është në atë forme e krijuar që të identifikoj këto talente, por jo dhe të merret me, si thua, me vështirësitë që këta fëmijë të talentuar mund të ketë. Cilat janë këto vështirësi? Për shembull, monotonia ose mërzia, do të thonë, si thua, bezdia, do të thonë për shkak të informacionit të madh që kanë ata në fushën e tyre, shpeshherë krijon averzion edhe deri tek lënda që ata vijojnë. Pra, monotonia e orëve të rregullta mësimore, padurimi për plotësimin e detyrave nga shokët e klasës, të gjeneratës, intoleranca ndaj aftësive të tjerëve, sepse duke qenë që kanë informacion të tepër mbi këto të dhëna, shpeshherë shfaqin elemente intolerancë dhe edhe jo sociale raport me të tjerët, me bashkëmoshatarët, gjë që mund të çojë pra në marrëdhënie të dobta reciproke me bashkëmoshatarët më pak le të themi të aftë, gjithmonë flasim nga pikpamja e talentit, jo nga pikpamja e informacionit të përgjithshëm, sepse besoj që nuk kuptohet dhe nuk kemi nevojë ta specifikojmë secilën herë. Gjithashtu, mangësi tjera të cilat shpeshherë shfaqen janë bashkëpunimi i dobët në grup, të tjerët i perceptojnë ata si duke e bërë veten të rëndësishëm. Pra kjo është përshtypja që zakonisht tek fëmijët e talentuar vjen në raport me të tjerët, pra duket sikur ata duan që veten ta evidentojnë si më të rëndësishëm në raport me të tjerët, si një person kokfor dhe këmbgulës i cili nuk bashkëpunon. Prandaj mësimdhënësit dhe shokët shpeshherë vlerësojnë negativisht epërsinë e tij në diskutime, në kritika, në pjesëmarrje në aktivitete të ndryshme dhe shpeshherë si rezultat i kësaj ata tërhiqen dhe konsiderojnë edhe shpeshherë si fëmijë jo social. Pastaj perceptimi nga mjedisi si shumë serioz dhe si një person që nuk respekton autoritetin dhe traditën. Shpeshherë ndodh që këta të ndëshkohen si rezultat i këtyre rrethanave dhe gjatë studimit tim kam evidentuar shumë raste të cilët kanë përfunduar, domethënë të ndëshkuar nga mësimdhënësit, nga klasa, ndërkohë që ai është një fëmijë me talente, domethënë me talent shumë të lartë në një fushë të caktuar, por gjithmonë studimi referohet muzikës. Natyrisht statistikat janë mjet shumë i rëndësishëm për identifikimin e ndonjë problemi, por unë më tepër si artist dhe krijues do të kisha qenë ndoshta adhurues i një informate rreth zbulimit talentit, pra problemet që linden në arsimin tonë, ndoshta besoj edhe në Shqipëri, kur një nxënës i talentuar nuk zbulohet me kohë dhe dëmet që bën ndaj atyre fëmijëve të cilët mund të orientohen me kohë në një fushë të artit, dhe natyrisht si e keni konceptuar dhe si qëndron çështja tek ne në Kosovë. Shumë vend kjo që e shtroni profesor Valdon. Gjështja është që duke qenë se studimi referohet shkollave të përgjithshme, pra ne nuk kemi në Kosovë lice siç e keni ju në Shqipëri, ku fëmijët orientohen që në fillim nga, domethënë për muzikën,
Ajo çfarë ndodh në sistemin tonë arsimor është fakti që ata vijojnë shkollimin e përgjithshëm në shkollat fillore dhe pastaj paralelisht me të vijojnë edukimin artistik, le të themi, se ato quhen shkolla profesionale, po kam kështu një mendim personal që të duhet quheshin shkolla artistike dhe mësimi vijohet paralelisht me të. Tani këtu ka dy element rëndësishëm që të doja ti specifikoja për kitazi me këtë që është truat profesor. E para është që ne flasim për identifikimin tek fëmijët me talent muzikor, të cilët supozojmë që do të orientohen në fushën e muzikës. Pa diskutim që është shumë e rëndësishme që këta të identifikohen me kohë, në kuptimin që në qoftë se një instrumentist nuk identifikohet që në klasën e parë ta zon fillore apo edhe më herët, sepse në shumë shtete me arsim të zhvilluar në Evropë apo më gjerë, do të thënë mësimi në instrument fillon shumë më herët. Ka disa profesione sigurisht që po të fillosh edhe më vonë, për shembull, një jurist i mirë mund të bëhesh edhe po fillove studimet nga klasa e 10 ose viti i parë në universitet, por në muzikë ky raport ndryshon. Pra ndryshon për arsye se interpretimi kërkon aspekte tjera, dimensione të tjera, por edhe për faktin që përmenda më herët që është kultivimi i shijes edhe i aspektit emocional. Pra në qoftë se ne duam të krijojmë empatinë tek fëmijët, arti dhe muzika janë një element shumë i rëndësishëm për të zhvilluar edhe këtë komponent të njeriu, empatia njerëzore që është shumë e rëndësishme. Ne duhet besojmë, gjitha studimet thonë sot që fëmijët të cilët edhe në fillet e tyre, muajt e parë të tyre që kanë dëgjuar muzikë, pra kanë edhe neuronet e trunit më të zhvilluara, kanë inteligjencë më të lartë dhe këto janë studime që janë të argumentuara, pra që flasin me fakte dhe ne pse mos u besojmë. Pastaj muzika është gjithashtu një dimension i rëndësishëm që aplikohet sot edhe në fushën e mjekësisë, siç është muzikoterapia. Fatkeqësisht tek ne nuk aplikohen, akoma nuk kemi arritur në nivelet e tilla, por që prirja është andej. Pra ne duhet kuptojmë që roli i muzikës, ashtu siç e thamë edhe te Aristoteli, pra nuk është vetëm argëtues, nuk është vetëm njohës, por ka dhe aspekte tjera që janë edukues dhe arrim deri te këto dimensione tjera. Dhe aspekti i dytë që tham është fakti që ne duam të identifikojmë pra edhe aspektin kultivues të shijes muzikore. Jo domosdoshmërisht të gjithë fëmijët duhen të studiojnë për muzikë, të merren me muzikë, por është e rëndësishme që të krijojmë edhe një kulturë në kuptimin edhe identitar, një kombi, kuptimin edhe trashëgimisë kulturore, kuptimin edhe përcjelljes së kësaj trashëgimie. Unë jo rastësisht përmenda më herët edhe akulturimin, ta zëm që ka ndodhur tek ne nga vitet e 90-ta, natyrisht mbyllja e institucioneve, e cila fundit ka ndodhur për çështje ekzistenciale, ne duhet ta themi këtë. Por që tani kemi pasojat e saj, ne akoma kemi një nivel shumë të, si thua, të dyshimt, jo në nivel të cilin e kemi pas, si thua, edhe më herët, kemi pas institucione, kemi pas festivale të shumta, të cilat kanë qenë të një niveli shumë të lartë. Ndërkohë që ne sot akoma merremi me këto pasojat të kësaj periudhe, duke qenë se akulturimi ka bërë punën e tij dhe sigurisht shija personale, shija e individit, kështu përcillet pastaj edhe një shije kolektive, edhe është puna jona pastaj që ta trajtojmë, ta menaxhojmë dhe ta administrojmë natyrisht si studiues të kësaj specifike. Prandaj mendoj janë këto dy elemente kryesore të cilat neve duhet evidentojmë, pra që janë fëmijët të cilët vazhdojnë studimet për muzikë, dhe pjesa tjetër duke përfshirë edhe këtë pashën e parë që thamë, pra këta fëmijë ku edukimi muzikor pra luan rol edhe dytësor, edhe tretësor në formimin e tyre personal, sepse artin duhet trajtuar edhe nga pikpamja e, si thash, rolit dhe ndikimit të tij në zhvillimin psikosocial të fëmijës, në zhvillimin kulturor të tij, si një individ i edukuar për shoqërinë e kështu me radhë. Kështu që unë besoj këto janë ato aspekte të rëndësishme që kanë bëjnë përkitazin me këtë. Do të paraqes edhe disa karakteristika emocionale, që po kështu janë të rëndësishme, me qenë se e përmendëm edhe këtë aspektin e kultivimit muzikor dhe empatisë, që është një element shumë i rëndësishëm. Është një tejndjeshmëri ndaj kritikave nga mjedisi që rezulton në një nivel të lartë të nevojës për sukses dhe njohje, përdorimi i sensit të humorit, e cila është një specifik shumë e madhe tek fëmijët e talentuar në muzikë, e cila mund të rezultojë pastaj në përkeqësimin e marrëdhënieve të ndërsjella me të tjerët kur ajo nuk kuptohet pra nga të tjerët, një vedi e lartë e shoqëruar me ndjenje dhe të qenie ndryshe, mund të kontribuojë në ndjenje refuzimit dhe të izolimit dhe mundësisë që personi i talentuar të perceptojë diversitetin si një atribut negativ. Gjithashtu pritjet e larta nga vetja dhe nga të tjerët mund të kthehen në perfeksionizëm. Çështja e perfeksionizmit është një karakteristikë
tek individët e talentuar, dhe duke qenë të tillë shpeshherë ka një prirje për të tërhequr, për të krijuar një qasje jo sociale me të tjerët, e cila çon pastaj edhe në dukuri të tjera negative, edhe në fenomene të tjera të cilat ose fenomene ndaj një besimi abstrakt, le themi, të cilën e gjenë si një, le themi, prirje ose një ngushëllim për shkak të mungesës së moskuptimit nga shokët e tyre të klasës ose nga rrethanat ku ata gjenden. Gjithashtu disa karakteristika intuitive do doja të përmend, të cilat po kështu janë aspekte që manifestohen tek fëmijët e talentuar. Është interesimi i hershëm për njohuritë intuitive dhe fenomenet metafizike që mund të çojë në tallje nga bashkëmoshatarët dhe të mos merret seriozisht nga të rriturit. Po ashtu hapja ndaj përvojave në lidhje me këto fenomene, eksperimentimi me fenomene metafizike mund të çojë fëmijën e talentuar të fokusohet ngushtë në një sistem besimi të pabazuar, pra siç e thash edhe më herët, dhe kreativiteti në të gjitha fushtat e veprimit mund të kontribuojë si një gjykues devijues dhe krijues problematik, por edhe të mërzitet ose të krijojë monotoni, domethënë gjatë punës së tij të përditshme. Gjithashtu, motivimi i fortë nga nevoja për vetë aktualizim mund të çojë në një zhgënjim, nëse nuk ndihet sfidë në humbjen e talentit të parealizuar, por kur këta fëmijë ndjehen të parealizuar me talenten e tyre, atëherë zakonisht ndjehen edhe të sfiduar dhe nuk mund të socializohen edhe të gjejnë veten edhe në rrethana të tjera të punës së tyre në të ardhmen. Gjithashtu aftësi drejtuese dhe mungesa e mundësive për të përdorur në mënyrë konstruktive të këtë aftësi mund të kontribuojnë në zhdukjen e saj në fëmijëri ose në shndrimin e saj në një karakteristikë negative, pra në një prirje drejt sjelljeve devijuese. Janë fenomene që i kemi hasur në shkollat tona, në institucionet tona, pra si rezultat i mos akceptimit nga bashkëmoshatarët, ka gjithmonë një rrezik për një prirje për të hasur drejt fenomeneve devijuese. Shpeshherë duket edhe paradoksale, por ne njohim edhe autorë dhe shkencëtarë të njohur botror, të cilët shpeshherë njihen për karakteristika të tilla, për që kanë ikur nga ortopsimit ose nga rrethana të tilla, po janë pikërisht këto elementet intuitive, emocionale dhe këto karakteristika të tyre, të cilat sigurisht krijojnë këtë rrethanë, edhe prandaj është rasti edhe që ti përmendim. Unë do doja, po. Me qenë se në vazhdim pak në përfundim të këtij takimi do të merr fjalën edhe profesori akademiku Vasotoli, me qenë se ka qenë edhe recenzent bashkë me profesorin Rafet. Ndoshta do të ishte mirë që duke marrë parasysh edhe kohën e të gjithëve të bëni një rezume rreth konkluzioneve që keni ofruar në libër, natyrisht do kanë qenë mjaft realiste si konkluzionet të mundshme, të prekshme në një kohë afat shkurtë dhe afat gjate, duke marrë parasysh edhe problemet që lidhin arsimin në Kosovë, natyrisht rrethanat historike kanë bërë që arsimi në Kosovë, për dallim nga Shqipëri të ketë pengesa, pastaj së fundi edhe Covidi si problem i gjithë botëror ka rezultuar në një ngjecje në arsim, por megjithatë ju keni dhënë disa konkluzione, disa ide të cilat do duhet ndoshta edhe të mirën parasysh, besoj që edhe në rrethanat, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri do të jenë ndoshta interesante. Po, këtu ka disa statistika, dakord, për të racionalizuar kohën, ne nuk po ndalemi shumë, sigurisht janë në mas aty edhe në libër. Unë do të kaloj menjëherë tek konkluzionet, por vetëm shkurt do të tregoj metoda që është përdorur, pra janë, domethënë instrumenta që janë përdorur, kanë qenë pyetësor për mësimdhënës të klasës së parë deri në të pestë, për shkak të specifikës që ata janë mësues të cilët kanë studiuar fakultetin e edukimit, ndërkohë që ligjerojnë lëndën e muzikës, dhe këtu çfarë dua të evidentoj është fakti parësor, që një mësues mund të mos ketë vesh muzikor, ndërkohë që ai 5 vite punon me këta fëmijë, të cilët e kanë të paraparë në kornizën kurrikulare dhe në tekstet mësimore këtë specifik. Shpeshherë ka pasur raste kur ata nuk dinë dhe notat muzikore, pra nuk njohin, nuk dinë të interpretojnë në instrumente muzikore, ndërkohë që gjithë kjo është e paraparë në kornizën kurrikulare. Pra ky ka qenë qëllimi im parësor që të evidentoj këtë diskrepancë të madhe në mes të përgatitjes së mësimdhënësve dhe në anën tjetër kornizës kurrikulare, e cila që është e vërteta në vitet 1999, pra filloi atëherë pas luftës, ka pas një përpjekje të madhe të gjithë sistemit arsimor dhe bashkësisë ndërkombëtare që
të përpiloj këtë kurikul, natyrisht, por ajo ka gjetë mësimdhënësit tanë të papërgatitur pikërisht për shkak të mungesës trajnimeve, e cila janë pjesë e ulëmtimit ku janë mbi 65-75% që kanë nevojë për trajnime dhe shumë aspekte të tjera të cilat janë trajnuara, janë të specifikuara, por që kanë bëjnë pikërisht me kornizën kurikulare. Për kjo ka qenë ajo pjesa e rëndësishme që duhet ta evidentojmë. Unë po e përmbyll, po i... Jo, falë, Dakor? kërkoj falje, po desha vetëm më shpjegu se problemi që në shumë shkolla në Kosovë për shkak të normës së orëve. Ne mësimdhënësi edukatës fizike nuk i ka orën normën e plotësuar dhe pastaj i jepin edhe 2 orë të muzikës të plotësohen. Dhe prandaj është një problem shumë i madh, flas për aspektin muzikor, për talentet e ai apo për mësimdhënës të caktuar të cilët nuk janë profesionistë në lëmin e artit muzikor dhe prandaj këtu çalon i gjithë procesi i evidentimit të talenteve dhe natyrisht është një problem i përmasave që duhet të marrë Ministria e Arsimit e të shtohen orët, natyrisht ora e korit është orë vullnetare, nuk njihet si orë në kuadër të normës, mësimdhënësit nuk paguhet shtesë, nuk motivohet nxënësi, prandaj veç sa për me pas më të qartë pasqyrën e problemit që ta kuptoni më lehtë ndoshta edhe konkluzionet e profesoreshës. Po, qëndron, domethënë kjo në shumtën e rasteve ka pasur raste, statistikisht i kemi të dhënat ku, siç e tha profesori, pra mësimdhënës të lëndëve të tjera për të plotësuar normën e tyre mbajnë orët e muzikës, por janë edhe raste akoma më eklatante ku lirohen nxënësit, mendohet se muzika është, domethënë vetëm ka një rol argëtues aty në plan program mësimor dhe ata dhe lirohen madje edhe nga mësimi. Ndërkohë që këto aspekte, domethënë shumë të rëndësishme që thanë që kanë bëjmë me formimin e personalitetit, domethënë karakterit individit, domethënë pastaj harrohen dhe lihen anash. Pra evidentohet vetëm në shkolla, si thua, ai karakteri argëtues. Mirë, disa konkluzione shumë shpejt, po i them të gjenden modele ose dhe të ekzaminohen modelet e vendeve të ndryshme që do të jenë efektive, gradualisht të realizueshme, e potencoj gradualisht për arsye se ky ka qenë problemi i cili është evidentuar në vitin 99 atëherë kur filloi kjo reformë e madhe arsimore, që gjeti këta mësimdhënës të papërgatitur, pa bërë krahasime me sistemet e avancuara arsimore botërore. Kur e themi këtë, duket pak paradoksale, sepse gjithmonë inercioni njerëzor është edhe profesional që të i referojmë i sistemeve të avancuara, por gjithmonë duhet të shohim kontekstin, aktualitetin pra ku ky sistem, domethënë ky mësim zhvillohet dhe kuadrot që neve i kemi aty, të përshtaten kurrikulat me realitetin e prekshëm në bashkëpunim me shkollat aty ku është e nevojshme ndërhyrja dhe të bëhet ndërhyrja të përshtaten metodat dhe trajnimet me kuadrin mësimor, pasi nuk ka trajnime për lëndët profesionale të muzikës. Në një nga grafikonët aty thot që ka mbi 85% të mësimdhënëve të cilët nuk kanë vijuar asnjë trajnim në fushën e muzikës, gjithmonë i referohemi pra teksteve mësimore dhe specifikisht atyre për çfarë janë aty të thirrur që nis me mosnjohjen e notave muzikore, me mungesën e veshit muzikor që duket paradoksal dhe shumë aspekte të tjera, mos të flasim për interpretim në instrumente muzikore e kështu me radhë. Dhe për fund, dhe po e mbyll, do doja një citim të një autori, domethënë që thotë në sisteme me performancë të lartë identifikohen çështje që lidhen me politikat dhe praktikat që janë të rreshtuara dhe të ndërlidhura që financohen dhe zbatohen si investimet publike në arsim, të cilat natyrisht janë detyrë e institucioneve të arsimit, në rastin ton edhe të kulturës, sepse ajo çfarë duhet themi pavarësisht që këto shkolla janë si thua në udhëheqjen e Ministrisë së Arsimit, profesioni ynë gjithmonë është inkorporuar dhe është gjithmonë i lidhur edhe në korrelacion me Ministrinë e Kulturës, institucionet varëse të Ministrisë së Kulturës, pra ka një pandashmëri si thua në këtë drejtim, krijimi rrugëve të njohura të karrierës në mësimdhënie, tërheqja e profesionistëve me cilësi të lartë, me kualifikime përkatëse dhe jo të ngjajshme, sepse në studimin përkatës kemi hasur edhe mësimdhënës që kanë bërë studime në fushën e muzikës, por jo të profilizuar. Pra edhe në muzikë kemi drejtime të cilat janë të profilizuar dhe ka shumë rëndësi që secili ta ushtroj detyrën e vet për çfarë është i profilizuar. Aplikimi i politikave dhe procedurave efektive për sigurimin e cilësisë, si dhe të punuarit në partneritet me shkollat dhe trajnimet e mësimdhënësve, të cilat dua të evidentoj përfundimisht që janë të rëndësishme për të pasur një proces të suksesshëm të mësimdhënies dhe mësimdhënies. Faleminderit shumë profesor. Faleminderit. Faleminderit për këtë prezantim kaq të detajuar, natyrisht mori përmasë të ligjëratës ka pak. Në fund leoni të jap fjalën akademik Vasil Toles, edhe recenzent këtij botimi.
Përshëndetje. Së pari dëshiroj që të uroj mirëseardhjen në Akademinë e Shkencave, Elisabeta Valton, profesor, dhe të falenderoj gjithashtu Qendrën e Studimit të Arteve, Stefanit, i cili që nga momenti i formimit të kësaj qendre është përpjekur që të krijojë një dritare për artet tona në një hapësirë mbarkombëtare, do ta quaja, kur dihet që çështjet e arteve, botimet që i kushtojnë arteve dhe krijimtarisë janë shumë të pakta dhe që ka nevojë që të ngrihen në nivelin e trajtimit nga institucione të tilla shkencore siç është Qendra apo Akademia e Shkencave. Dëshiroj të them që libri është shumë i rëndësishëm. Unë pata rastin ta lexoj përpara se sa të botohej dhe sinqerisht pata një ndjenjë të dyzuar që lidhej sa me faktin që sa mirë që ky libër erdhi në kohën e dur për edukimin muzikor dhe aspekti tjetër që sa kurajo i është dashur autores për të përballur me çështjet që lidhen me problematikat që ka edukimi muzikor jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri, dhe në mënyrë të veçantë trajtimi i çështjes së edukimit muzikor jo si një çështje kombëtare, por si një çështje globale që ka të bëjë me kulturën dhe me të drejtat e njerëzit. Libri ka një unitet tresh do ta qoja, që është edukimi muzikor në vetvete, mësuesi dhe nxënësi. Dhe sigurisht ngre pikpyetjen e madhe se si duhet të jetë mësuesi, pra ai përcjellsi i edukimit muzikor tek fëmijët, duke qenë që fëmijët janë ata që janë, dhe çfarë kapacitetesh ose kompetenca si thuhet sot, duhet të ketë ai që realisht të ndodh procesi i edukimit muzikor të fëmijët. Dikur shoqëritë e kishin zgjidhur shumë mirë çështjen e edukimit muzikor përmes faktit të asaj që e njohim ne si trashëgimi gojore, si trashëgimi jo materiale ose shpirtërore, ku secili prej atyre fëmijëve që përmes madjeve psikomotore u paraqiten aty dhe ju besoj e vutre që 1% ishin të talentuar në sasi të caktuar, 2% ishin me aftësi të veçanta, pjesa tjetër ishin edhe kështu dhe ashtu për të arritur pastaj deri në një masë që s'ka, po përgjithsisht shoqëritë kishin zgjidhur këto gjëra dhe i kishin bërë fëmijët pjesë të jetës së tyre aktive, duke u dhënë shansin se në fundit cili është thelbi i edukimit muzikor. Duke u dhënë shansin që muzika si një nga gjuhët shpresat njeriu të bëhesh pjesë e tyre. Qoftë kjo duke marrë pjesë direkte, qoftë kjo duke qenë krijues, qoftë kjo duke qenë interpretues apo duke patur dije për muzikën. Pikërisht këtë problematikë që e thash nuk është çështje kombëtare, është globale, e ka ngritur para disa vitesh Këshilli Ndërkombëtar i Muzikës, që është një organizëm këshillues i UNESCO-s, i cili duke hasur këtë problematikë që edukimi muzikor nuk po ndodh ashtu siç duhet, vini re në 5 të drejtat muzikore që duhet të ketë njeriu, 3 prej tyre i kushtojnë fëmijës, edhe do t'i lexoj se vërtet janë shumë të rëndësishme. Po citoj, e drejta që kanë të gjithë fëmijët dhe adoleshentët që të shprehen muzikalisht me lirinë e mundshme të shprehjes. Pra duhet që ai mësimdhënësi, ai mësuesi të garantojë që fëmijët dhe adoleshentët të shprehen muzikalisht me lirinë e maksimum në lirisë të mundshme të shprehjes. Kjo është e drejta e parë. E drejta e dytë. E drejta që kanë të gjithë fëmijët dhe adoleshentët që të mësojnë gjuhën dhe aftësitë muzikore. Pra pavarësisht faktit se sa i zoti je që të shprehesh, po ke një detyrim që shkolla, mësuesi, institucionet duhet të ndikojnë që ata të mësojnë gjuhën dhe aftësitë muzikore. Dhe e treta, jo më pak e rëndësishme, e drejta që kanë të gjithë fëmijët dhe adoleshentët për të pasur qasje të zhvillimet muzikore përmes pjesëmarrjes, dëgjimit, krijimit dhe informimit. Pse i theksojnë këto 4 elementë? Pjesëmarrje, dëgjim, krijim dhe informim, sepse ka të bëjë pikërisht me atë përqindje natyrale të orientimit të fëmijëve ndaj talentit. Ai që është super i talentuar, ai do trajtim tjetër. Ai që është disi më pak i talentuar, ai do trajtim tjetër. Dhe ai tjetri që është mas thjesht duhet i gjesh dhe aty këndin që në mos të marr pjesë përmes kompozimit ose interpretimit, të jetë një dëgjues i vëmendshëm, të jetë një intelektual në kuptimin më normal të fjalës, pra të ketë dijeni për muzikën e gjëra të tilla. Tani, pikërisht
ky studim vjen si një kontribut mbarkombëtar do ta quaj. Sepse këtu shoh disa kolegë të mi, shoh Kristin që ka pasur dhe student, përshëndetje Kristi, shoh Eugenin, shoh Denisin, të cilët janë pedagog, shoh Metilën që është shumë aktive në media për shkrimet e muzikës, mirë se erdhët. Tani problemi më i madh është që edhe në Shqipëri dhe në Kosovë, ato shqetësimet janë gjitha të vërteta. Nuk po kemi qasjen e dur ndaj edukimit muzikor. Ose më saktë ndaj kompleksitetit që sjell edukimi muzikor dhe roli mësuesit në këtë proces. Ju e dini fare mirë, dhe kjo nuk është për ta fshehur. Ka pasur 2 orë mësimi muzike në javë. Sot kemi 1. Dhe nuk është thjesht ajo që tha profesor Valtoni që shpesh për të plotësuar normën. Pra, po pamundsohet koha e kontaktit artistik të fëmijëve me mësimdhënësit, edhe sikur ti presupozojmë që të gjitha janë sakta dhe mësimdhënësit tani din t'i bëjnë këto gjëra. Së dyti, ka një mungesë të qasjes së ekspertizës së mirëfillt artistike dhe shkencore në hartimin e kurrikulave që e përmendi doktore Elisabeta. Shpesh kurrikulat çalojnë. Dhe jam i bindur që dhe po t'ju pyesim juve këtu që jeni më afër këto pyetje, keni dhënë një kontribut në hartimin e kurrikulave, kam bindjen se jo, ose nuk janë konsultuar kurrikulat. Sepse po të ishin konsultuar kurrikulat, nuk do bëhesh ai gabim që unë them këtë gjë dhe mbaj këtë që po them, që në shkollat tona futet si instrument kryesor fyelli. Kur fyelli dihet që është një vegël e cila të kultivon vetëm veshin melodikisht. Do të duheshe të paktën një vegël e natyrës së pianofortës që të kesh mundësi ta prekësh muzikën si ritëm, si melodi dhe si harmoni. Ose të paktën si kitara, që të jep mundësinë të kesh të zhbirosh ose të futesh në thellësinë e muzikës, edhe si melodi, edhe si harmoni, edhe si ritëm. Këto janë çështje që në sy të parë duken të thjeshta, po që japin disa pasoja të jashtëzakonshme, do t'i quaja për keq, në edukimin muzikor të fëmijëve, të cilin, siç e thash, është i diversifikuar. Nuk ka më një edukim që ai pa talentuari, ai është del jashtë grigjes. Jo, ai është aty. Ai është një dëgjues shumë i mirë, ai është një qytetar shumë i mirë nesër, është një spektator shumë i mirë i muzikës. Pa diskutuar pastaj planet e veçanta që siç e tham, kanë të bëjnë me talentet që ato pa diskutim duhet që pedagogët t'i ndjekin. Në recensin që kam hartuar dhe nuk do ta zgjas, kam theksuar që janë me 10 arsyet pse edukimi muzikor përmes muzikës shpesh asht në vështirësi që të formosoj sa e si duhet breza e fëmijëve të rinj. Dhe këtu kemi parasysh faktin që ti formoj jo thjesht muzikalisht, por ti formoj si qytetar. Biles ju e dini atë shprehjen që thuhet që arti nuk ndikon në histori, po ndikon tek njerëzit të cilët pastaj janë ata që mund ta ndryshojnë historinë për shkak të vizionit që kanë. Shmojmë se fëmijët kanë nevojë që të mbështeten në formimin e tyre në 2 shtylla, në edukimin përmes lëndëve të karakterit shkencore teknik dhe përmes atyre të formimit shoqëror e artistik ku muzika zë kryet e vendit. Edhe në këtë pikpamje, në rast se do shikojmë kurrikulat, ka një shpërqendrim ose një kakofoni do ta quaja në raport të lëndëve të edukimit artistik me ato të formimit teknik e shkencor. Kuptohet në disfavor të dytave. Gjithashtu dëshiroj të theksoj që standardet bashkëkohore në fushën e edukimit nuk njihen dhe nuk zbatohen në procesin e mësimit të muzikës. Unë kam patur një eksperiencë tashmë si autor tekstesh dhe më është dashur që këto që Elisabeta i ka shkruar në këtë libër ti studioja në mënyrë jo kaq të përmbledhur, po në kohë të caktuara duke e njohur këtë gjë, sepse më desh që të shkruaja 2 tekste. Dhe praktikisht më rezulton që në një pjesë të madhe këto gjërat nuk njeh. Nuk e kam fjalën këtu për institucione e mërmira siç është liceu artistik apo në një institucion tjetër, por e kam fjalën përgjithsisht për shkollat normale, shkollat nëntëvjeçare ku muzika jepet si lëndë. Mungojnë
trajnimet dhe kualifikimet e mësuesve të muzikës dhe njohja e tyre me standardet më të mira. Dhe prandaj besoj, dhe këtu besoj po e mbyll, që ky libër është para se të jetë një studim, është një manual i domosdoshëm për ta njohur të gjithë mësuesit e muzikës. Në të gjitha hapësirën tonë bashkëkombëtare, këtu kam parasysh edhe shqiptarët Maltezi, edhe në Maqedoni, pasi për herë të parë shef me kurajo të gjitha ato problematika të cilat duhet të njihen së pari dhe pastaj të zgjidhen në të mirë të edukimit artistik të fëmijëve. Kështu që e nderuar Elisabeta, faleminderit edhe një herë që erdhët dhe të uroj për këtë kontribut të rëndësishëm në çështjen e trajtimit të kompetencave që duhet të ketë mësimdhënësi i muzikës dhe uroj që këtë kontribut ta vazhdosh edhe me të tjera në këtë fushë. Faleminderit, profesor. Faleminderit shumë. Faleminderit, profesor. Për këtë çështje krahasuese, natyrisht nuk po ne vjen mirë që edhe në Shqipëri situata nuk është aq e bukur, them. Megjithatë, shfrytëzoj rastin edhe një herë të falenderoj gjithë pjesëmarrësit, posaçërisht akademik Çapalikun për ftesën dhe besoj që gjithë lexuesit do ta shohim se ky studim do ta provokoj lexuesin për të gjetur shtigje dhe ide të reja të zgjidhjes më të favorshme dhe afatgjate tek ne, bazuar në rrethonat dhe mundësitë aktuale natyrisht, si detyrim dhe obligim para se gjithësh i pedagogëve muzikor. Pra, është çështja fillimisht faji tek ne, por natyrisht me përkrahjen e institucioneve përkatëse, por edhe ndoshta me duke shpresuar në një vizion më largpamës të aspektit politik, natyrisht sepse gjitha këto elemente varen edhe nga aspekti politik, nga Ministria e Arsimit dhe nga vullneti i tyre i përgjithshëm. Natyrisht në fund të këtyre promovimeve, zakonisht i bëhet fjalë edhe auditorit nëse keni ndonjë pyetje. Me qenë Kopje të shkojnë për Kristin, për Eugenin, për Velisin dhe për Nadimin. Me kënaqësi, patjetër, me kënaqësi, patjetër. Me që në pa pyetje, ju falenderoj edhe herë. Faleminderit. Profesoresh.